Pra, kam abortu, thot, a është gjuna? Natyrisht të respektuar të rishikues se aborti është gjuna. Është shumë gjuna të bëhet dhe Allahu xhelle xhelaluhu foshjen në barkun e nënës e konsideron si fëmijë të lindur nëse ajo, pra fetusi, embrioni, ka kaluar 120 ditë nga dita e fekondimit, që do të thotë i ka ardhur shpirti i atij, ose në gjuhën popullore është ndi i gjallë fëmia në barkun e nënës. Që nga ai moment, ai fëmijë është qenie e gjallë, ani pse akoma nuk ka dalë në këtë botë. Nëse ai fëmijë eventualisht vdes në barkun e nënës pa lindur, pra, ai fëmijë ta kem parasysh nuk do të humbet, ai do të ringjallet në ditën e gjykimit, do të ringjallet dhe si i tillë do të jetë prej xhenetlive sepse nuk ka arritur të bëj asnjë mëkat, dhe si xhenetli dhe fëmijë ai do të kërkojë që të ketë me vete, nëse është e mundshme, edhe nënën e tij e edhe babain, që do të thotë asnjëherë nuk duhet të merakosen prindërit të cilët përjetojnë vdekjen e fëmijëve të vegjël e edhe abortojnë në mënyrë spontane, pra pa dashjen e tyre, në mënyrë pa organizuar, abortojnë pra nënat fëmijën me abort të padëshiruar. Ai fëmijë, nëse pra ka arritur deri në përfundimin e muajit të 4, pra ka hyrë në muajin e 5, pra është ndi i gjallë, ai fëmijë do të ringjallet tek Allahu xhelle xhelaluhu. Respektivisht, nxjerrja e tij, abortimi i tij është krim sipas fesë islame, sipas shariatit islam, sikur të mbytet edhe një fëmijë i gjallë dhe duhet të kenë shumë kujdes. Të gjithë ata që ndihmojnë dhe simulojnë në aborte të këtilla, pra në tekst të veçantë mjekët, ndihmësit e tyre, asistentët e tyre, motrat, pra të mos ndihmojnë dhe të mos e konsiderojnë punë halal, një punë edhe në ordinancë private e edhe në ndonjë qendër spitalore, shtetërore, publike, pra të mos e konsiderojnë punë halal nëse ata e abortojnë një fëmijë të një gruaje, nëse për atë nuk ka arsye. Do të ndryshonte gjendja sigurisht nëse një njeri bën abort, pra fëmijën, për të shpëtuar jetën e nënës. Dhe ne këtu do të bëjmë një ndarje të shkëlqitur të respektuar teleshikues. Aborti pas ditës së 120 është i ndaluar haram. A ka ndonjë rast kur ai mund të lejohet? Do të lejohi vetëm atëherë kur është në pyetje shëndeti i nënës. E jo tash as të metat e fëmijës.